për një gjë është e sigurt sepse në anën e organizative, domethënë nuk e kemi problem nëse më herët kemi pas shumë probleme, në këtë pjesë jemi të informuar. Unë besoj që drita, unë mendoj që është koha drita të jetë në grupe, faktën ta bëjë një sukses qysh e ka bëu Ballkani, po them këto për shkak se këto kohë të fundit ose vitet të fundit gjithmonë i ka ikë për shkak se ka pas një kundërshtar shumë të fortë përballë, domethënë ndeshjet e fundit. Shorti nuk ka qenë me fat asnjëherë, edhe unë po besoj këtë herë ka me qenë shumë ndryshe për shkak se edhe ka skeletin e ekipit, se ka që një 4 vite thuja se janë gjithmonë bashkë. A ka skuadër drita që ta përsëris suksesin e Ballkanit? Po besoj që po, për shkak se këtë që kesh duke thonë, domethënë ka skeletin e ekipës, e ka Malokun në port, domethënë ka Krasniqin mbrojtje, po ashtu mes fushës Dabiqaj, Broja, domethënë vit sulmit e ka Manaj, e ka Izera, që këta janë që për hiç Manaj këta tjerë janë që një 3 vite minimumi pjesë e dritës edhe njohin këtë skuadër. Po ashtu, duke pas parasysh që këto vite fundit, po këta lojtarë kanë qenë pjesë gjithmonë e dritës edhe në Evropë, unë po besoj që edhe drita këtë vit është koha që të merr pjesë në grupe siç ka marrë pjesë Ballkani, po këto mjaftu për shkak se unë mendoj që edhe ata tifoza intelektual e meritojnë një sukses tillë, sepse unë mendoj se me daljen në Evropë ka me qenë shumë ndryshe atmosfera e dritës se sa e Ballkanit që ka qenë, sepse ka me pas mbështetje shumë madhe. Ndërsa për Ballkanin edhe për Prishtinën që e ceke, unë mendoj që Ballkani veç e din rrugën, domethënë të suksesit për Evropë, kështu që ndoshta këtë herë të mvaret që sa ka me reaguar në anën e përforcimeve mercato, edhe sepse unë nuk besoj që nuk është në nivele që ka qenë më herët, po besoj që ka me marrë normalisht futbollista për Evropë, po ashtu edhe për kampionat, ndërsa Prishtina edhe Malisheva ka me qenë shumë ndryshe, sepse e kam thonë edhe këtu në emision, për Malishevën vitin e kaluar ka qenë sukses që ka marrë pjesë në Evropë. Po për me majtë qatë suksesin, unë mendoj që gjithmonë futboll është të vështirë. Edhe po besoj që ja kanë arritë shumë mirë këtë herë Malisheva, ka me qenë sukses i Malishevës nëse veç që e ka lënë një ekip që i bjen, nëse po shpresojmë që të secila skuadër me qenë me fat në short, sepse me pas në një skuadër jo fort edhe me kalu, sepse unë mendoj që çdo suksesi secilës prej këtyre skuadër është sukses i Kosovës, po tash Prishtina që e the me këto lëvizjet e fundit, janë lojtarë dëshmuar, edhe po shpresojmë që kanë minimu për në Evropë. A duhet hala, unë mendoj që ndoshta tash kjo pjesa e sulmit është Prishtina që ka mangësinë më të madhe dhe tash është koha shumë e shkurtë për me gjetë një futbollist sulmues që i duhet për këto ndeshjet e Evropës. Po është